the summer days, just getting lost and getting lazy in the heat wave. Në një qytet ku ritmi I përditshëm shpesh na largon nga aktiviteti fizik, hapësirat publike sportive mbeten një nga mënyrat më të mira për të kujdesur për shëndetin dhe mirëqenien. Pishina publike e Tetovës është një prej atyre vendeve ku qytetarët gjejnë jo vetëm freski gjatë verës, por edhe mundësi për aktivitetet dhe relaks gjatë gjithë vitit. Por sa e frekuentuar është ajo nga qytetarët, si funksionon në sezonin veror dhe atë dimëror, dhe sa I plotson kushtet për një hapësirë moderne dhe të sigurt. Na thoni si funksionon aktualisht pishina e Tetovës, se shohim është hapur edhe në këtë sezon që jemi të pranverës, të them. Pishina e qytetit funksionon gjatë gjithë vitit, edhe gjatë dimrit edhe gjatë verës. Zakonisht orari fillon nga ora 8 e mëngjesit, deri në ora 4 I kemi shkollat fillore të Tetovës. Pastaj nga ora 4 janë klubet private të cilat merren me ushtrimin e fëmijëve për notë. Cili është roli yt konkretisht këtu si përgjegjës, se shoh se keni një mirëmbajtje jashtëzakonisht shumë të lartë të pishinës dhe më pëlqen kjo, është për tu përshëndetur. Ju faleminderit shumë. Unë më shumë merrem me pjesën e organizimit të orareve të shkollave, të klubeve sportive dhe me fakturat mujore për klubet. Apo interesimi I qytetarëve, pasi që është bëhet fjalë për pishin publike të qytetit. Sa është interesimi I qytetarëve ta frekuentojnë pishinën edhe vetëm për qejf, për dëshirë të tyre? Kohën e fundit te kjo pishinë ka më shumë interesim nga qytetarët, sepse deri tash ka qenë diçka si e panjohur, nuk e kanë ditur se në Tetov ekziston një pishinë e tillë, por tani dal nga dal ka filluar dhe shumë ka interesim të mjaftueshëm për të mbajtur seanca të notit. E përmendet kohëve të fundit është rritur numri I të frekuentuarve dhe të interesuarve të cilët vinë dhe e frekuentojnë, shfrytëzojnë pishinën? Po, deri tani shkollat kanë qenë në pushim dhe ka qenë e hapur për të gjithë qytetarët, prandaj edhe ka qenë e frekuentuar mjaft për qytetarët, cili nga qytetarët e Tetovës ka dashur ka ardhur, po. Si funksionon gjatë verës pishina më intereson dhe kur është fluksi më I madh, gjatë verës apo gjatë dimrit? Gjatë verës është fluksi më I lartë, pashë se koha është më e nxehtë dhe gjatë verës nuk janë shkollat, pasi janë në pushime dhe brenda gjithë ditës është e lirë për gjithë qytetarët e Tetovës dhe numri është shumë më I madh. Si është organizimi në ato periudhë kur fluksi është edhe më I madh, keni më të vështirë pak? Është pak më e vështirë, por ja dalim ban sepse shtojmë numrin e punëtorëve, mbikëqyrjen dhe kështu me radhë. Gjatë sezonit dimror e përmendet keni edhe kurse private në fakt që mbajnë instruktorët, po e shohim që edhe tani funksionon. Ka orar më të shkurtuar gjatë sezonit dimror apo? Jo, nuk ka. Ne kemi këtu 6 klube sportive të notit, të cilët merren me ushtrimin e fëmijëve dhe pishina funksionon gjatë gjithë vitit me klubet. Si sigurohet funksionimi I pishinës temperaturat shumë të ulta? Funksionimi I ujit, ngrohtësisë, mbajtja e temperaturës? Këtu në pishinë kemi të punësuar që merret me pjesën e mekanike të pishinës, dhe ai gjithmonë është duke kontrolluar edhe në periudhën e dimrit ai e rrit temperaturën e ujit. Është kënaqësi të vish në dimër dhe të relaksohesh si një spa të vjen. A është e përshtatshme për stërvitje profesionale? I përmendet edhe klubet. Sa është kjo, sa I plotson kushtet për stërvitje profesionale? Kjo pishinë më shumë është ndërtuar për nxënësit, por personat të cilët kanë probleme fizike, se tash shohim se edhe kohën e fundit edhe mjekët fizioterapi u thonë shkojnë ta vizitojnë pishinën. Ndërsa për të rritur nuk është edhe aq, sepse thellësinë e ka të vogël, nga 80 cm deri 1,20. Vetëm deri 1,20. Po si janë kushtet momentale? Unë këtu që jam për momentin e shoh, po tua tregojmë edhe atyre që na shohin kushtet për momentin si janë në këtë pishinë të mirëmbajtjes. Kushtet për mirëmbajtjes janë shumë të mira. Dhe ne kemi në kontrol dhe kemi, nëse doni, pastaj do ta shohim edhe pjesën mekanike, të shohim se display aty, nëse uji ka ndonjë problem, jep alarmin dhe rregullojmë më njëherë. A I plotson standardet për një hapësirë publike sportive?
Mendoj se jo, tash në vijim presim që të zgjerohet kjo pishinë deri me një thellësi deri 3 metra dhe atëherë besoj se do të jetë për të gjithë qytetarët të cilët duan pak që të jenë më të lirë. Çfarë do të veçoni si përparësi të kësaj pishine? Cila është përparësia më e madhe? Përparësia më e madhe e kësaj pishinës është që një sport që në Tetov ka qenë disi shumë si pa njohur, tani është duke zhvilluar mjaft sidomos tek fëmijët, dhe kanë mundësi që të ushtrojnë dhe të dinë notin në mënyrë profesionale. Se jo ta dinë si një edukat, ta kenë një edukat familjare dhe sportin. Përmendet përgjigjes paraprake se do ketë investime të reja dhe cilat janë planet diçka për të bërë të re ndonjë aktualitet, diçka inovacion? Po tani në Tetov janë duke u ndërtuar edhe 2 pishina tjera, me të cilën do të lehtësohet edhe kjo pishinë. Një është në shkollën Kirili dhe Metodi, tjetra është në shkollën Naim Frashëri. Ndërsa nëse do të realizohet kjo pjesa tjetër që është një projekt mjaft i madh që edhe kjo pishinë të zgjerohet dhe të bëhet me thellësinë siç e përmenda më lart deri në 3 metra. Sa është e rëndësishme edhe mirëmbajtja e përditësuar e pishinës? Është mjaft e rëndësishme, gjatë gjithë kohës e kemi në kontroll situatën që të mos ketë ndonjë infektim ose diçka që falë Zotit deri tani nuk ka ndodhur. Sa shpesh kontrollohet cilësia e ujit, sepse përmendet pak para se e keni atë aparatin i cili vetë tregon nëse diçka nuk është në rregull. Ne këtu në pishinë gjatë 24 orëve asnjëherë nuk i çkyçim makinat, pompat e ujit, ajo normal brenda 24 orëve e pastron ujin. Cilat janë masat e sigurisë të qytetarëve? Po ne zakonisht nga qytetarët kërkojmë që të kenë kapelat të vendosura në kokë dhe gjatë gjithë kohës kemi të punësuar i cili e sheh dhe vëzhgon situatën që të mos... Ka staf të mbikëqyrjes pra, sigurisht dhe të sigurimit. Po. Sa është e rëndësishme pishina për shëndetin fizik, po edhe për atë psiqik? Ta them realisht se kemi një relaks të veçantë kur e frekuentojmë pishinën. Mendoj se është mjaft e lartë, sepse shohim qytetarët pasi dalin nga pishina, gjithë na lavdërojnë, na thonë hallallu qoftë, sepse keni vënë një punë mjaft të mirë këtu dhe e shohim se edhe për ne kjo ka ndikuar shumë në fizikun tonë, po edhe në psiqik. Me shkollat e kuptuam se keni bashkëpunime, po me institucionet publike keni bashkëpunime, pse jo me punonjësin të mblidhen gjithë punonjësit të një institucioni dhe të vinë, pse jo në mënyrë grupore ta frekuentojnë pishinën? Po tani për tani kemi një kontratë të lidhur me Universitetin e Tetovës, ata më parë kanë kryer notin në Shkup, praksën e kanë bërë në Shkup, ndërsa tani janë duke e bërë në Tetovë. Dhe besoj se edhe me institucionet që janë të interesuara mund që ta rregullojmë këtë pjesë. Ju si menaxhim, cilat janë sfidat më të mëdha që përballesh më së shumti? Sfida më të mëdha që përballen është që gjithmonë ta kemi si situatën nën kontroll, që ta kemi ujin siç duhet dhe mos të dalin gjërat nga vija. Ashtu është, po. Se më thoni edhe si e shihni të ardhmen e kësaj pishine, e shihni edhe më të evoluar dhe më të avancuar dhe qytetarët edhe më të interesuar të vinë dhe të jenë pjesë e pishinës dhe ta shfrytëzojnë fakt të drejtën për tu larë në këtë pishinë? Ne gradualisht e shohim se qytetarët janë shumë të interesuar për të ardhur në pishinë dhe besoj që në të ardhmen shumë të afërt do të kemi nevojë edhe për pishina tjera sepse numri vazhdon të rritet edhe më shumë. Edhe një mesazh për të gjithë qytetarët për shfrytëzimin e pishinës, ndonjë mesazh që do ju jepje nëpërmjet kësaj interviste? Për qytetarët ju them që sa më shumë të frekuentojnë pishinën e qytetit dhe që të merren me sportin e notit sepse është një ndër sportet mund të them më të mirat që ekzistojnë për trupin dhe për shëndetin e njerëzit. Pishina publike mbetet një hapësirë e rëndësishme për qytetin, jo vetëm për sport, por edhe për shëndetin dhe jetën sociale të qytetarëve. Interesimi ekziston, nevoja është e madhe, por mbetet që kushtet, mirëmbajtja dhe investimet të ecin në hap me kërkesën, sepse në fund, një qytet i shëndetshëm fillon nga hapësirat që i ofron vetë qytetarëve të tij.